Mirësi dhe Ramazanit, mirësi dhe Ramazanit. O Brian, s'jam baba mirë, s'jam të mujtën. Se di baba shka kam, s'po muj, gjali jam. Fa shove baba që sa ditë, ja do të lutem, hajde shkëna të mjeku. Shka kanë me babë, Brian? Mirë me keshme, mirë jam, po s'pedi për shka u baba, s'pedi. Baba, s'pedi për edhe vjetët baba, o gjali jam, shku në vjetët. Baba, zëmë thënë që ki do vjetë që të luftesh me shpirtin. Allah i ka nësë me për shka doktorin. O, be gjalja, e di besa kam tollosën me doktorin, kur bes kom dasht, po mirë be kesh, mirë kesh. Baba, pa në të rinë dhe njëre kena në vend në shku. Ti do vjetë e pak dush me shku me kontrolu edhe ti. Nuk dina, s'vëne me po zgjidhe në pak shqit shakije. O, Zot, inshallah është pastrim për mu. A, bre, birë, bre. Zdu baba me të pati të hjek veç për mu me. Se kur s'ke shashku, besam. Baba, unë në zdu me të pati kështëna. Unë e kam borës me të këshirë. Për zë të thamë, hajde shkjona, se unë s'di që të të bëjë zgjidhe. O, Zot, inshallah është pastrim për mu. Se frima të më ndalje, po. Këto janë dy punë. A janë ftof shumë, baba? A zemra ka problem. Këto dy punë janë. Po për që këta së dina as une, as ti. Ajde ma një pëtëshomi të shkënat e mjeku, ajde kontrolon të këshirë shakija. O, djallja, mëse këtë të pëtisë. Hajde s'pë ta prishi. S'pë ta prishi, baba. Jo që të shka, po. Në kështërë veç mune me bomë më abet. Edhe kur gjësën zhjithmi. Ajde ma mi shkena, qu. Ajde, Allah, bismillah. Garet me... Qëfar halë e keni shka? Shka, doktor, në primani problem, kojde, s'to gonë të rahat iq. Doktor be, alë gjumi të me baj rahat. Nuk e di. A vezvesa, se shakam se di. Jo be, s'do në thotë vezvese me primarin tame? Po, primarin. Jo be, s'do në thotë e. Leni ato mohabetet të tjera hershme vezvese kjo jo. Po, a ki bo analiza ti? Kur ke bo kone funit? Ti bojmë do analiza? Ushtri kur jam kanë, bre. Ej, guri jam kanë, bre, guri. Po, faqie, konë guri, po, atëri ke pasën 20 vjetë tash, e keni mosh. Do të pak t'i respektoni këto. Më fala gjia, ma, pse e beni punën, momentin e punit marrë të mjeku? A, bre, doktor, be. Me punë, sigurisht nuk je me punë, angazhum nuk je, ti pak të në 6 mujt do është marrë me nga vizitu këto. Me bo analizat, me këshirë vetin që shqe, mos me arë me s'me elon, punën më bo me e mata, më kupton? O, doktor, be. Ku shprit be ren, bre. 3 sahat, ren bile ma shumë, po s'më una bile. Po, të lusë me kam e prit ren, doktor. Të ne është një përparësisë dhe mos plesh të respektojmë. I respektojmë edhe ti nuk vjen për shembull për çfarë do vjen analizat nuk vjen një ditë përpara ose na paraqit në telefon një termin na e ban. Po se do të kitu të semen ose këtu me si të vejre, jo diabeti, nuk dhe ba. Po ku e din ti mundet me ndosë edhe ma e keqja. Ti bëjmë analizat sot, edhe e shohmi pasqyrën, na tregon krejt se ku jemi, çka jemi. Pa analiza s'divne çka me thonë, a më kupton? Tash... Ti voj? I bëj. Jo, keni mi bëmë si kinjarë këto, të shof. Po.
Mujnë me shku të treshi, ja marrin gjakun atë. Edhe shpejt dolin rezultatet. Tu priqë që ti në koridor, dolin rezultatet dhe shohim se ku jemi të kemi. Inshallah s'ki kur gjo, po mos i leni kështu punë mas dore. Hajde. Nuk do të treshi, po, të treshi aty. Bre. Adullë babës, çka do të thojnë, bre? Abi bak sen kurca. Du të kaloj, mos mërzit. Mos e lodh dhejti. Inshallah baba, inshallah. Se ti doktor i mirë është valla. Po thua, Pa valla. u do ke mirë kështu po ku me dinë be baba, bre, do vjetë kom po edhe une. Abi bak se këtë bëha qarja. Si morët rezultatet, hala? Ojo, motra ka shkallë bim. Ha, po. Faleminderit shumë. Haxhi. Pa tjetër e kiti mushtrin këtë të nanë spital një 5 ditë me pranu oksigjen. Pse? Për ndryshe mund edhe më keq gjendja më bo. Ma be doktor, ma be da qaq, kom këna keqa, ha? Jo. Ndëgja. Fatmirësisht keni ardhur me kohë. Edhe me këto 5 ditë mendojmë me lejen e Zotit se mund të përmirësohet gjendja. Për ndryshe, nëse nuk i pranon këto 5 ditë terapia oksigjen, mundet edhe ma keq me të përkeqësu gjendja. Dhe më thonë, o të shku ma keq. Shqyr që kemi doktor, be shqyr. Obre, mini herë po pranoj, dullo, mini herë baba po pranoj. Të lumë, pra. Se si e shqyr, shohë, pa tjetër e keni minimumi 5 ditë, edhe do të shohim prap ditën e fundit, do t'i bojmë edhe do analiza, edhe pse keni me konë në bikëshirin e mjekëve këto, ama besoj se me këto 5 ditë do t'ja arrim qëllimit tonë. Kuptën? Mene tash, në katën e dytë, tash ne e hapi këto dosin e pranimit, edhe ju presin natë me njerë ju pranojnë. A me në mjetë qitë me motrën? E shlojnë për këto e shlojnë dosin e pranimit. Shumë për doktor. Faleminderit doktor. Faleminderit. Zoti ju rujt, Do Zoti t'vijnë ju ashtë rujt. edhe natë do që vizitoj. A je mirë? Mirë. Haxhi, si je tash mas 5 ditëve terapi që pranove? Vallahi asiri kur jam konë se jam konë ma mirë. Mashallah. Faleminderit shumë, Zoti ju rujt. Po, s'ki nevoj me falenderu, për atë me jemi edhe këtu. Dhe më thonë, Zotin e ka që si sebeptar, që t'ju dalim ndim juve. Shqipqirë, doktor, e falenderit se. Jo, Ma be, t'jeni jo, dhe be. të madhe, valla. O, mos u mërzit nëse nuk prish punë kur gjonë. Doktor, kallëzom shtet direkt, sa ka me të marqë. Shumë, milion. Haxhi, ne e këshirëm këtu, e bënëm edhe këtë flet pagesën, gati e pom që edhe në sigurim pensional, Pa, dhe me thonë, gjithsej për këto 5 net që keni qëndru këtu, 60 euro i keni. Mos u ngushtot që si... Haxhi, jo seriozisht, nëse s'keni s'o problem, Haxhi. jo bre baba, jo. S'du me të po kështot mërzit, le, s'do Doktor, le. o doktor, jo bre kam pare për me pagu. E po, Po, para mendoj, gjithë të vjetë që i kom bo, i shnosh, po, i fort, po, të e thip oksigjenin e Zotit pa pagesë. Prapë se mi falenderus, Zotit.
Kjo po më brengos, doktor. Ky projekt sponsorizohet nga Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sot në episodin pam që se sa njeriu është falendërues ndaj të mirëve të Allahut. Vetë Kur'ani fisnik fillon me fjalën Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pra, falëndërimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Por fatkeqësisht, puna më e paktë që e bën robi ndaj Zotit është falëndërimi. Shumë nga ne e neglizhojmë, ose thënë thjesht e harojmë këtë punë të madhe. Vetë djalli i mallkuar, kur deshi t'i tregoj të metat e njeriut para Allahut të madhëruar, ai tha: "Wala tajidu aktharahum shakirin." Shumica prej tyre nuk do të falënderojnë. O njeri, kur ishte hera e fundit që ti e ke falëndëruar Allahun për mirësitë që ti ka dhënë? Kur ishte hera e fundit që i ke bërë sejdë për shpërblimet e Zotit ndaj teje? Por shpesh mendojmë për hallet tona, po për mirësitë e Zotit atë ka shkuar mendja ndonjëherë. Për shqetësime u drejtohemi miqve me shpresë që të ndihmojmë. Por për mirësitë e Zotit, vallë, a u ke treguar atyre? Nëse ne do t'i numrojmë mirësitë që na ka dhuruar Allahu Xheleshanhu wa Dhul Jalal, nuk do të mundemi t'i numrojmë, sepse ata janë të shumta. Thot Allahu Xheleshanhu wa Dhul Jalal: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse ne do të mundohemi që të numrojmë mirësitë e Zotit, nuk do të mundemi. Zoti i madhëruar e ka bërë vendin që strehohemi, përkatësisht shtëpinë, vendin e vetëm që të gjejmë qetësi. Por pas daljes nga shtëpia, pa marrë parasysh se sa jemi mirë, prap nuk do të gjejmë qetësi vetëm pasi që të hymë në shtëpi. Mbi këtë realitet, Allahu i madhëruar thot: "Me të vërtet, Zoti u ka bërë shtëpitë tuaja vendin që të gjeni qetësi." A mendojmë vallë se në kohën ku shumica e njerëzve janë të pastreh dhe pa kulm mbi kokë, Allahu të ka strehuar ty? A nuk meriton falënderim Allahu për këto mirësi, ku shumë të tjerë janë të privuar nga to? Nëse ndokush ne e bën një të mirë, nuk ndalemi për ta falënderuar atë. Por mos harojmë se Allahu Xheleshanhu wa Dhul Jalal është ai i cili na e dha jetën, na e dha familjen, na e dha shëndetin, na e dha pasurinë. Por mos harojmë se çelësi i suksesit së kënaqësisë së Zotit është falënderimi. Thot Allahu Xheleshanhu wa Dhul Jalal: "Nëse e falënderoni atë, ai do të kënaqet për këtë." Lind pyetja: si duhet ta falënderojmë Allahun për mirësitë që na ka dhuruar? Kjo realizohet në 3 hapa. Hapa e parë është që zemra yte t'i njoh këto mirësi dhe ta di se këto mirësi janë vetëm nga Allahu Xheleshanhu wa Dhul Jalal. Hapi i dytë është ta falenderoj Allahun me gjuhën e tij për këto mirësi. Hapi i tretë, ti përdor trupin e tij për këto mirësi
për qëllim devotshmërie dhe mbindje ndaj Zotit të Madhërisëm. Tjetra, a nuk duhet të jemi falendërues ndaj Allahu Xhaleshanhu wa Dhul Jalal që na dha syt për të shikuar, na dha mendjen për të menduar, na dha hundën për të nuhatur, na dha veshët për të ndëgjuar. Vallë, pse mos të jemi minjohës ndaj këto të mirave që na dhuroi Allahu Xhaleshanhu wa Dhul Jalal. Dhe lusim Allahun Xhaleshanhu wa Dhul Jalal që të na bëj për atyre që e falenderojmë atë, të na bëj për atyre që janë mirënjohës ndaj të mirave të Allahu Xhaleshanhu wa Dhul Jalal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. We receive